E ato pra, shka nuk e din që ishbohet një jetë, këto janë di grupa. Të na, shka s'din me bo një jetë, vesh di grupa i kemi. Plesht edhe trit. Janë qertë kejt e din. Dhe në udhu billahi në shëjtani rajim, bismillahirrahmanirrahim, po e bajnë një jetë, vendosa me agjeru ditën e sodit, o Allah jem, banë ma let edhe kabul. Kështu për natë dush me bo. Ti ikni vllazni edhe xhamot edhe çuna edhe voglush, ti ikni ati asaj fjalës ulemove e cila fol se Ramazanit ban me jabon i jetëson të kejt Ramazanit me një jetë me një nu. Këta linemone më njëherë, për shkak se Ramazanit nuk është kejt muj një ibadet, por Ramazanit është çdo ditë e Ramazanit ibadet në veti, pra çdo ditë do një jetë në veti. E kuptuam inshallah? Ramazani është çdo ditë ibadet në veti, edhe çdo ditë do një jetë në veti. Më një hartë mirë mi vesh, që tash e ka renin me vetë njoni me harru, që shtu të njoni a bo hazër me thonë gjami, po me harru me bo një jetë, unë s'kem konë që 3 herë sefte si vetë po vinë gjami. Me harru me bo një jetë, do me thonë e ki bo një jetë. Me harru me bo një jetë, do me thonë ti e ki bo një jetë. Po që shi ven kjo kështu, në sifira i qu, po. Pse i qu në sifir ti? Me një një nesër, po ti e pa e bo një jetë. Ti e pa e bo një jetë, ti i qu në sifir, pse si qu i gjenë sifir ti? Pse si ki pas një jetë me një një sot. Pra, e trazum janë sifir, është një jetë, për shka kështu pra, ajo shka flitet me goj. Ajo vlazën dërshëm nuk ka i një jetin, a shka po i lipi me dhe feja shka e lip. Një jeti nuk e ka venin në goj, një jeti e ka venin në zemër. A i bëhet me zemër. Për atë shkak, e trazum janë sifir, e qum janë sifir, është një jetë. Po kanë thonën, teri në drejk, ka vakt me bo një jetë edhe me goj, teri pak para dreke, këta duhet me i kushtu kujdes, edhe është shumë regull zati, është mrapa me tunije madhe që një njeri ta një nëjë cëllat ditën, ka arru me bo një jetë. Kjo anë barat pesh, me atë njeri shka ven në gjami, edhe me fal drejkën ven, edhe ven në gjami, drejt pi i das kundrat, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, e bitis namazin i shkreti, edhe tonë e majsmramit, cëllin namaz, që shti po du me e bon një jetë, drejka ke. A ka kështu dikun du njo? S'ka kështu. Pra majspari, duhet me qenë freskët, ki muja është muj i freskimit, Allahu gjelle gjelalu në këtë muj, ummetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e ka fresku me freskimin më të madh, me të cilin nuk e ka fresku asnjë ummet para Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Me shka e ka fresku? E thonë shahru Ramadhan, alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ka thonë këtë muaj e kam zbrit librin më të madh. Në këtë muaj e kam zbrit Kurani Kerimin në tokë. Në këtë muaj i kam dhënë fond kushtetutave qiellore të cilët i kam zbrit njeriut. I kam dhënë fond, mas këtij kitabi mos ka kitab tjetër. Mas këtij libri mos ka libër tjetër. Mas kësaj kushtetute mos ka kushtetut tjetër.